Mirë, kthehemi flasim për dhjetorin e studentëve, që më pas u bë dhjetori i gjithë Shqipërisë. Folëm pjesën e parë me të gjitha protagonistë që unë kam deri në këtë sindikem sot në studio dhe janë dhe miqtë e mi. Megjithatë, Trako, çfarë ndodhi më pas? Unë kam një teori time, që të kursejmë pak kohë, se s'kemi edhe shumë minuta. Unë mendoj që lëvizja studentore, popullore, që lindi në 8 dhjetor dhe për mua pati një kulminacion të madh me rrëzimin e statujës së Enver Hoxhës, kam qenë vetë aty në mes dhe ka qenë një shpërthim, një zemrat popullore që sigurisht mbështeste grevën e studentëve të tjerë që prapë unë mendoj dhe ajo greve e studentëve ishte themi grama e fundit e një lëvizje spontane mbas atij 20 shkurtit kur njerëzit i drejtuan që po shkonin drejt bllokut, ndoshta do ishte edhe akti i fundit i një përmbysje, i një revolucioni që do përmbyste dhe themi kështjellën e fundit të udhëheqjes komuniste. Unë mendoj që mbas rrëzimit të statujës Enver Hoxhës gjërat u vënë në kontroll. Monumentit, jo të statujës. Statujë, okej, monument. Po statujë ishte e madhe, po monumentit, po. Shiko, unë do thosha që gjërat u vënë në kontroll. Mbas 20 shkurtit, pastaj mendoj gjërat u futën në një tjetër kalendar, tjetër regjistër. Okej, unë kam një mendim tjetër dhe një pjesë të këtyre që do them, unë i kam jetuar dhe nga afër, që duke nisur që nga momenti me që jam me Skënderin ishin prezente të Ramizis, unë i lash vendin studentes time, s'ka rëndësi, Ramizi atje përdori dhe një batut kur u acarua pak situata brenda, këta e din më mirë se ishin atje, tha dale, tha se nuk i dini të gjitha, ju tha. Një kujtohet? Nuk i dini mirë. Dale, tha se nuk i dini të gjitha. Është e lëvizja e dorës për meme. Dale, tha se nuk i dini, sigurisht kam zërin para sy, kur kam dëgjuar dhe në televizor, dale, tha se nuk i dini të gjitha. Ashtu. Dhe koha tregoi shumë bukur që iqa të fillimin që ne përshkruam entusiastë, i pastër e vërtet e tjetër që u iniciuan nga studentët, iqa ato ditët e para, në momentin kur ta ustallarët erdhen lart, dhe ka shumë gjëra që kanë ndodhur në sytë tona dhe ne nuk i deshifronim dot në ato momente, vinim pikpyetje, por më mbrapa unë për vete e kam shumë të qartë skemën dhe Ramiz Alia nuk ndodh i befasuar, por që nga momenti që kishte marrë atje Skënder Gjinushin këtej dhe Elisien Bashkurtin këtej, tjetër punë se që bënë më mbrapa partitë e tjerë, pra ishte gjithçka, ishte një skemë, shkurt muhabeti, Ramiz Alia dhe sigurimi i shtetit, dhe unë për të kam bindje të verbër, dhe ka shumë fakte, i kishin marrë masat me kohë dhe plani tyre ju doli do bë realitet në këto fatkeqësisht në këto 35 vjet. Dhe vazhdon akoma një pjesë. Pa ardhur tek monumenti, te rënia e monumentit, unë kam qenë atje sepse atë ditë ne përgatiteshim të shkonim për në Bruksel. Unë mora me organizimin e vizitës të dërgatës tonë të parë, këta kolegët e din shumë mirë që shkuam në Francë me Preqin dhe me Eduard Selamin, ishte edhe Saliu në delegacion të themi, por unë duhem këtu, tha, se është situata, erdhi dikush tjetër, një si shoqërus, dhe ka marrë me vete bile, ka shkruar të Preqit dhe në libër, copë bronzi, gjysmën e kam në shtëpi nga shpatlla e xhaxhit kur u nda monumenti në qytet studentit, se koka iku këtej nga rruga e Kavajës, në mira copa dhe gjysmën e copës e kam në shtëpi, e kam ruajtur gjysmën e dash Giscard d'Estaingit në tavolinë. Të nesërmen, se ne do udhëtonim për në Paris. Dhe e kam ndikur nga afër atë momentin e rënies sepse kam qenë me shoferin, që kishim shoferin e druve Tiranës, Shpëtim Deden, që erdhi ngiste aron tonë, dhe nga Selia Saliu më tha niso, më tha mua. Edhe jam nisur unë kështu si drejt, si që vajta në 2 prill në Shkodër, se në këto vendet ku kishte dinamit, mua më niste, dhe kam ndodhur prapa rënies së busit me gjithë shpëtimin. La makinën ndikuaj se s'afrohesh e dot, dhe e kam ndikur nga afër atë, po unë dua të vite diçka tjetër, që derisa të vinim te momenti i rënies së monumentit, për mendimin tim, ishin marrë masat që më përpara dhe nuk ishte rastësishme, për shembull. Ajo që përshkroi Beni, me shumë të drejtë, që u krijua komisioni nismëtar i fillimit, se komisioni nismëtar i fillimit kanë qenë 6 student, 5 intelektual, 4 punëtor, ku në ato momente nuk e futën as Beni në tabile, në këtë që po them unë. Pas disa ditësh më mbrapa shtuan të tjerë, se kështu vinin atje shtohu i shtomjell, kupton, dhe u shtuan radhë të komisionit nismëtar. Megjithatë, që unë kam thënë në një intervistë që kam dhënë kësaj
nga të pakta, se unë s'para jep një këshumë, këto si kisha shumë qef, po nëse mu qep ajo kur bëri librin Pardesyt e Bardha, ajo Lulita Progni, edhe ke ati të shkruajtur, ati ka thënë diçka edhe Edi Rama, edhe janë një pjesë e protagonistëve nese, duke se ti Beni ka një shkrim atje apo jo. Në s'ka rëndësi, si ka që ke folur ti, po. Edhe e kam përshkruar dhe këtej, them unë, si ka mundësi që kur shkuan drejt shtëpisë së Pashkos, referuar se që thot me shumë të drejtë Skënderi, që ne nuk njifnim njëri tjetrin, fare, më kupton? Unë njifja vetëm Saliun nga fakulteti dhe Shahin Kadaren, djes pas, që ishte mjek, edhe e kisha parë dhe më spitalet e rashtë. Dhe këta, pa njëjtur me njëri tjetrin, bile, diti kur ka ardhur Leka Meksi me rullin lartë, atje? Më 10 dhjetor, është e fiksuar dhe në për libra kush ka shkruar, më kupton? Bile, ka dhe i batut të fort Leka Meksi, sepse duke unë gjitur lartë me të çakavendun në lëkure, kështu, edhe me një kasketë, i thot djalit Neritan Cekës, ku e ke babin, i thot? Këte ka thënë dhe rullë. Thot në shpi, shkoj i thuaj, thot vilar se njërë kalon kometa alej. Në regull? Pra, ti thuaj që ka pasur një betej për pushtet që atëre? Pa diskutimi, jo vetëm ata. Apo për kontrol? Shko, ata personat që u ngjitë në tjetë, që u gjendën në shpinë e Gramozit, atë natë, kur u bë kjo programi minimal, që e përshur jep dhe në televizore, pasere kjo duke shtypur. Ka vazhduar disa ditë programi, jo një natë. Jo, në kompjuter në Gramozit, një kompjuter PC. Kur shkuan prerë të parë. Një natë se u afishuat të nesër me... Derisa u propozuan, derisa u propozuat mere se s'po bëj do të programi, dhe propozuat mere statusin e Partisë Punës edhe ta përshtasni. Po, statutin e. Statutin e Partisë Punës. Një pjesë e madhe është marrë nga statuti i Partisë Komuniste. Po, për formalitet, për mbushë dokumentat shpejt? Po, kush din të program, qatë dokumentat shpejt? Për formalitet, pra. Po, edhe formalitet dhe... Pa e me të kërkua dhe Zeheria Camës, se si kështaj që nga Gjermania që nga sill një kopje në gjithë të tillë dhe ati mu fiksua emri këtia nga... Zeheria Cama, po. Njëre kam parë vetëm. Dhe krija që erdhi futi një konflikt të madh në Partinë Demokratike dhe bëri një rrëmuj të jashtëzakonshme. Kishte vjedhur sa rroba në dyqanet e Gjermanisë. Edhe erdhi bëri teorinë e demokracisë, këtu një tip dallkauku që s'kishë konsonte. Pyetja ishte kjo, si ka mundësi këta persona që s'njifnin njëri tjetrin, në një moment të bukur mbasi u kthyen nga Ramizalia, u kryo dhe Devas u gjenë në bashkë. U gjenë në bashkë në atë bodrumin e Pashkës, dhe tërë këta të tjerë, më mbrapa, për shembull fjalë, i them selam, i thonë sa mua ti shkon Korçë, më tha mua. Flinte një dhomë me mua. Flinte një dhomë me mua në qytetin studenti, bile 6 muajt e parën e mora dhe në shpitime, selamin, se kishim qenë 3 vjet e ca bashkë, një dhomë. Dhe më thotë ma nisën Korçë. Të nesme, kur marrë veshun që këta këshin në shkruajt, ore, po ti, për këtë ditë më the mua për Korçë, si su gjenda dhe unë atje, i thashun, kupton? E ma se s'ka rëndësi, tha. Pse su gjendë Shenasiu atje? Pse su gjendë Beni atje? Më kupton? Po kjo 5-6 që koha do të regon të më mbrapa, se duhen lidhur ngjarjet. Për shembull, by the way, një pyetje kështu kot në ajër. Rastësi ishte që treshja kryesore u gjendën më pas një muaj para zgjedhjeve të 22 marsit, 22 shkurt në shtëpinë e Mentor Çokut në Trieste ku ndan pushtetin bashkë me Nanon? Rastësi ishte? Jo, s'ishte fare rastësi. Dhe kjo lidhet edhe me diçka. Më fal. Lidhet me diçka. Unë gjithmonë vazhdoj të shoh ngjarjet nga prizmi studentit, se kështu ishim dhe realisht studentët vajtën në shtëpi dhe nuk u ngatruan më, po erdhi momenti, natyrisht, siç dihet, pas 3 muaj pak a shumë, që u organizua greva sepse me studentëve filluan pakënaqësi për këtë parti të re, për mënyrën se si kjo... Pra greva e studentëve ishte ndaj regjimit, po dhe ndaj revolt ndaj... Dhe një revolt absolutisht ndaj opozitës re. Sepse studentët, partia e re ishte futur, kishte filluar të futej në pallatet e politikës dhe po holloi me ujë. Fillonin plus edhe luftrat e brendshme, kalkulimet, idealizmi... Jo dhe kjo ideja që thot Beni që nuk po tire që të kooptorshin për ndjekur politik, po kush e di kush u fut aty brenda. Po filluan llogarit se kush do ishte në rreshtin e parë të karrigeve, në rreshtin e dytë kush do ndante tortën, kush do merrte thrimet. Ndërkohë që kjo pjesë studentësh që u investua pastër dhe ikun shtëpi, realisht nuk ndjehej mirë dhe aq e vërtetë është sa kur ka filluar greva e studentëve dhe kemi hyrë 723 mos ka bëj kanë qenë, Partia Demokratike, ditën që ka filluar greva jonë, është mbledhur dhe ka bërë një